Sepse do ta lidhja duke dëgjuar... Ja çka bërë Europoli. Prit Koli. Ja çka bërë Europoli. Qa është kjo punë, thë Kol? Duke dëgjuar... Shumë kile drogë. Edhe më parë, Ilikullën duke folë për geopolitik në... E vetme gjë që mund të flisja unë geopolitikisht për Ekuadorin është të tillë. Në Ekuador vriten në ditë, aq veta sa në Shqipëri vriten në një vit. Në një ditë të vetme. Ne kemi afërsisht 30 deri në 35 vrasje, ku përfshihen këtu edhe vrasjet nga pakujdesia, edhe vrasjet e brenda familjes, dhe aktualisht mund kemi një nivel shumë të mirë, 20 deri në 25 ose 26 vrasje mafioze. Të lutem, se kam mendjen. Por s'ti ndonjë për të ngrënë, aman, të iki me Kolin tani, në të mbisin në gjithë vogël, të lutem. 20 deri 25 ka Shqipëria vrasje mafioze, 25 vriten brenda ditës në Ekuador. Ky është trafiku i drogës në Ekuador. Ka tonelata pafund. Numrin e vrasjeve ka 9.000. Në Ekuador nuk ka polici, ka ushtri. Na jep lajmin që ka ndodhur herë. Atëherë, kjo është... Ka lidhje me Ekuadorin kjo? Po. Kjo është një goditje e një ndër grupeve të fuqishme në Ekuador, që dinë e madhe, po, 7.6 ton drogë në 3 ngarkesa të ndryshme. Unë te kjo nuk jam dakord vetëm atë $326 milion, se ajo do përfundon dhe $326 milion vetëm nëse do të shitej dhe grami i fundit, por shqiptarët tashmë nuk shesin në këtë lloj forme për t'i përfituar ato $326 milion. Po. A di sa kushton 1 kilogram kokainë në Ekuador? Nga 1.300 deri në 2.800 euro kilogram. Ose dolar? Ose, jo, euro. 1.300 deri në 3.000... Sa, 1 kile? Po. Po si ka mund si ka që lirë? Atë që ti do marrësh me shumicë. Nëse ti blen vetëm 1 kile për ta shitur në Ekuador, bën nga 6 deri në 8. Jo për ta shitur në Ekuador, për ta shitur në Europë, thua ti. Për ta shitur në Europë me tonelata, ti do e paguash në më të mirën 1.3 dhe në më të shtrenjtën 2.8. Varet se çfarë por... Dhe për kokainë apo jo? Po, kokainë. Ajo nuk është se kushton vërtet 1.3 dhe 2.8. Karteli Los Lobos. Los Lobos është ndër më të fuqishmit atje dhe ishte një nga arsyet që presidenti ja kishte vënë syrin. Duhet kuptojmë që Ekuadorin nuk funksionon policia, funksionon ushtria, ka dalë në rrugë. Po pra Ekuadori, është presidenti që i vret ta më rrugë. Jo, ai ishte një çun i ri që takon Trumpi. Jo, ai ishte ky Savu, ky i Ekuadorit. Pa i kush është më ai që ka vite që i vret në një rrugë pa gjyq. Jo Indonezi, s'është Indonezi, jo. Është Salvadori. Salvadori ai vret. Ai i vret pa gjyq ai. Ai vret pa gjyq. Bam. Salvadori... Jo, nuk është ashtu. Okej, egzagerim, po si është? Salvadori dhe Honduras ka numrin më të madh të vrasjeve nga policia. I ekzekuton. Brazili kur futet, vret me qindra, nuk do me ja ditë. Vret me qindra. Brazili vret me qindra. Sa shqiptarë ishte ky grupi Los Lobos? 4. Jo, nuk jam pjesë e grupit Los Lobos. Nuk jam pjesë. Los Lobos u jep të atyre dhe ja u dërgonte. Duke të shpjeguar që 1.3, 2.8, ti e ke bler 1 ton. Dhe 1 ton kushton, le të themi, duke bërë llogarinë më të... Jo 1 ton, më 1 kile dhe ti është 1.8, 2.8, o 1 kile është 1.3. Por nuk të shitet 1 kile 1.3. Po pra 1 ton atëre është shifra, 7.6 ton drogë me vlerë $325 milion. 326, po të shitej me pakic, gjdo... Me llogaria, o Atëre, nuk ka rëndësi sa e kanë marrë ata. Ne po bëjmë llogarinë e shqiptarëve. Jo, mos shikoni Ekoli, e ke këtu televizion. Në 7.600 kilogram, shumëzohe, blerja është shumëzim herë 2, po themi. Po. Besoj që bëhet fjalë për 1 milion e ca euro. Kësaj vlere i shtohen pothuajse 2 deri në 300 euro shtes për kilogram vetëm për transport. Shtesa. Los Lobos ta sjell ty në ku e do ti. Ta sjell në Holland. Po. Kur ti e ke porositur. Ama kur të vjen në Holland, e gjithë rruga
që ka nisur nga Ekuadori nuk është më 1300 si që ke blerë në Ekuador. Aty të vjen 13. Sigurisht. Sepse Po pa tjetër. po kalon, jenanie, doganat me korupcionit tjera. Kjo ishte pa korupcion. Si pa korupcion? Pa korupcion, donde të futej në Europë, pa patur lidhje me doganat holandese dhe belge. Prandaj u kap. Po normal. Po ku u kap, o Koli? 2 janë kapur në Hollandë, 1 është kapur në Belgjik. Se ishin 3 ngarkesa të ndara. 2 në Hollandë? 1 në Belgjik. Tere, brënda kësaj, këtyre ngarkesave, ishin dhe 4 shqiptarë që po prisin 1 nga këto ngarkesa. Dakord. Pra, shqiptarët ishin në përgjim prej kohësh, apo? Përgjim prej kohësh. Por e kishin, nuk kishin ata. Ishte Los Lobosi në përgjim. Po që normalisht, indirekt ata. Po janë shqiptarë të njohur të shkretët që u kapën? Po, shqiptarë të njohur nuk janë, po shqiptarë me shumë para janë. Janë me shumë para. Po, normale se kishin porositur disa mijëra kilogram, kështu që... Po këtu në foto mund të jenë këta me barkë, se të unë shqiptarët kanë barkë të kjo është foto e Ekuadorit. Nuk janë shqiptarë. Ja. Kjo është kapën... Ata në fiks, ata shiko, po të shofësh Kafka dhe barkun, si që e kanë, në gjajnë fiks, kori, po të shofësh. Të betohet, e gani, po ja shikoj. Nuk i kemi zakonisht, ata që kemi ne, do më thënë, nuk janë barkdera? Janë pak fitness. Janë pak fitness. Kujdesen për tyre. Kujdesen për veten e tyre. Nuk janë kaq... Po ishte grupi madh ky? Në cilën brenda cilëve ishte? Një ndër grupet e mëdhaja jo më i madhin në Ekuador, ndër më të mëdhajat. Thash vriten 9000 veta në vit për drogë në Ekuador. Diç do të thotë 9000? 9000 veta. Po, në vit. E do të më ditë sa është popullsia atë, ta kuptojmë. Popullsia duhet të jetë 30 apo 40 milion. Çfarë duash ti më? 30 apo 40 milion banor, po 9000. Është krizë. Të gjithë vetëm shesin kokainë. Dhe çfarë bëhet kryesisht? Los Lobos ka 3 apo 4 kompani të fuqishme bananesh që transporton bananën. 2 gjëra ka Ekuadori. Banane dhe kokainë. S'ka asgjë tjetër. To banane që u kapën para sa vite është por në Durrësin ande vinë? Të gjitha nga Ekuadori vinë. Të gjitha vinë ande? Të gjitha vinë. Dakord. Nga Kolumbia vinë të tjera gjëra. Kolumbia, siç thot, është dhe vetë në thot, ne kemi kokainën edhe shakirën. Shakirën, po fiksi e ma. Po të dyja kanë. Më kënaqë sot. Kokainën dhe shakirën. Po, dëgjoj Arianin, po këta që u kapën në Hollandë dhe në Belgjik. Jo, më të shikon dhe jo, te tregon në ekran, po s'ka lidhje. Ti ke këtu. Këta që u kapën atje vëlla, tani ç'an ndodh, ta futen në burg atje dhe ekstradohen? Jo, e bëjnë dënim, kanë punë në Shqipëri. Nuk kërkon Shqipëria. Po këta mund të kërkojnë vetë të vinë ta bëjnë dënimin në Shqipëri? Nuk mund të vinë, s'kemi marrëveshjen. Po pse s'kemi marrëveshje? Një marrëveshje kemi me Anglinë dhe ajo nuk po bitiset. Si, për shembull që një i burgosur që është shqiptar, për shembull do ta kryej dënimin në Shqipëri, është e pamundur që s'e kërkon vetë? S'ka arsye. Do të bëj dënimin në vendin tim, valla. Po nuk lejohet se duhet të ketë një marrëveshje. Ne firmosëm një marrëveshje të ngutshme me Anglinë, na dha dhe ca para për ata të burgosurit. Po si bën këto ekstradime atëre të tyre dënuarve më? Po ta i kanë kryer krimet në Shqipëri jo atje. Jo për krimet të kryera jashtë, thua ti? Jo, nuk kemi ne pse, nëse ti ke kryer një krim jashtë, nuk mund ta bësh dënimin në Shqipëri. Dakor, e kuptova. Me një marrëveshje ekstra që kaloi parlamenti me Britaninë, vetëm me Britaninë e kemi. Kuptova. Prandaj këta shqiptarë në Greqi, në Itali kur kapen e bëjnë dënimin andej. S'ka lidhje, s'kemi marrëveshje ne për shembull me Greqinë që je kapur në Greqi 20 vjet për drogë, e them unë që po e marr unë domethënë. Nëse ti ke bërë një krim në Shqipëri, në Shqipëri dhe rri atje në burg, dhe ke bërë krim tjetër atje, dhe ke bërë krim, ti zgjedh një nga krimet edhe bën burgun. Ata që vinë nga Dubai kështu janë apo jo? Jo, ata s'kan bërë krime në Dubai. Po do të kanë bërë krime në Shqipëri. Vetëm në Shqipëri. E kuptova. Sepse po të kishin bërë një krim në Dubai, ne nuk do t'i mbanim dot në burg për i krim të kryer në Dubai. Pyetje e fundit para se të ikim, para se ta mbyllim, se vajti ora 11:20. Më thuaj me dy fjali nëse mundesh, vërtet me 2 fjali. Si e parashikon këtë vit krimi do të rritet, se që do vazhdoj. Ka qenë është do të jetë. A do të rritet apo do jetë në i përmbajtur? Si e parashikon këtë vitin 2026? Shumë i përmbajtur. Shumë i përmbajtur, thua ti. Domethënë, Shqipëria jo për shkak se kishte një drejtore të përgjithshëm apo do ketë një tjetër. Për shumë arsye. E ka ulur ndjeshëm numrin e vrasjeve. Është ulur ndjeshëm. Sepse duke qenë se ata janë pothuajse pjesa më e madhe e tyre në kërkim, për shkak të urdhër arresteve që SPAK-u kanë nxjerr, janë në halle shumë të mëdha dhe nuk duan të hapin halle të tjera.
Ky është krimi i madh, po krimi i vogël Krimi i vogël vazhdon. do vazhdoj. Ne regjistrojmë, mos harro, ne regjistrojmë 44.000 kallëzime penale në vit. 44.000. Po ndërkohë në statistikat europiane Shqipëria sa kemi fol ne këtu, është shumë më poshtë se sa të tjerët. gjatë kohës që ne, po pra për krimet e rënda, gjatë kohës që ne kemi folur këtu, Shqipëria mund të ketë llogaritur, unë kam ndetur rreth 40 minuta, Shqipëria në 40 minuta ka patur 120-150 krime. Të lloje, po, të ndryshme, se është statistik, i ka patur. Të ndryshme çdo thuash, domethënë Mashtrime, vjedhje, rraje, ku di unë, jo vrasje. thyerje, jo vrasje. Jo vrasje. Vrasja jo, se vrasja bëhet nga... Simo, në 1 minutë sa ndodhin sipas llogaritave tua? Unë e kam bërë njërë në 60 brenda kemi ne brenda në 1 minutë ndodhin 3-4 krime, 60 kemi ne brenda orës, 60-70. Janë 40.000 kallëzime penale. Unë them, edhe mashtrimi është një vepër penale. 40.000 kallëzime penale për sa kohë? Për një vit. Për një vit. 40.000. Po. Dhe pjesa më e madhe mashtrimi janë. Janë mashtrime më shumë. Mashtrimi është në pjesën më të madhe. Sepse? Kanosja. Po. E kanosja, po. Po në Shqipëri nuk i thua dot dikujt mirë mbrëma se thot unë të vras. Ti s'kalon dot këtu, kot. Merë një tull, një gjë, thot unë të vras. Dale si mbret. Fjalia më e përdorur në Shqip është unë të vras. Po. Ndërkohë që vrasës ka më pak se nga ata që bërtasin që unë të vras. Ndërkohë korrupsioni i kolit parashikojnë të vazhdojave. Këta janë bo njështra, kështu që nuk... Ata e kanë përvetësuar tani aq mirë sa nuk i kupton më. Kështu që korrupsioni do vazhdoj, korrupsioni nuk ikën nga Shqipëria, s'ka për të zhdukur kur, për kundrazi, është në rritje. Por, e rëndësishme është... Kjo i bën mirë shëndetit të vendit. Kam një version të ri gati. Po pra. Si thot ai miku im. Po prit tani kemi surprizë për ty unë. Do shohim mirë këtë, nuk do ikim përfundimisht. Do shohim mirë të versionin, do më thuash pëlqen apo jo, pastaj do shohim origjinalin. Absolutisht. Shohim mirë të versionin e ri. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. Si u du? Sa E gjetëm sot për internet për faqe la ishte perë. Sigurisht ne jemi të parët që hedhim, sepse sa